një nga ngjarjet më të bukura që mbaj shumë kujtime, thash, me Rolandin, po një nga skenat që edhe sot e kujtoj dhe kudo që ulem thonë na i trego dhe njërë na i përsërit, edhe vërtet me kënaqësi e kujtoj. Ne ishim duke xhiruar në Selanik, në Greqi, një pjesë humor parlamentar që quhej atëherë, bëhet fjalë për vitin 93-94. Ishte ky momenti që flinit dhe bashkë të 2010, po. Dhe në një kohë që komplet trupa mbas një dite xhirimit të lodhshme binin të flinin, ne atëherë zgjoheshim për të bërë një atë jetën e natës që na mungonte në Shqipëri dhe vendosëm të delim në mes të natës, në orën 2 të natës në Selanik. Të brithni. Se kishte dëshirë të ecte shumë. Po. Kishte dëshirë të ecte dhe degustonte. Shijonte dhe gjë nga qytetet, po. Atë ditë nga që kishim frikë se po e eksploronin për të parë Selanikun, vendosëm të marrim taksi. Po. Dhe dolëm në Selanik dhe erdhi momenti që do ktheheshim për në hotel. I thashun të lutem Landi se ti nuk di dhe mirë greqisht, unë që isha prefekt në atë punë. Thashun me shoferin do komunikoj vetëm unë. Në rregull, ishim disi të lodhur, natë e madhe në për klubet e Selanikut. Dhe unë që ulem me shoferin përpara dhe Rolandi që ri mbrapa se diles. Të lutem, i thashun, dhe njerë po të porosis ti s'duhet të flasësh, se po na morën veç që jemi shqiptar, do na çojnë në polici, pasaportat si kemi me vete. Po fati që unë më dha dhe mora kartën e hotelit, se s'dija si ti thosha dhe taksis, po vetëm ja zgjata taksi xhiut në hotel Rotonda ku bëhe fjalë ku flinim ne. Dhe pa bërë taksia. Se ishte probleme dhe si do kthehet. Po, normal, i kisha menduar unë të tëra që edhe mund të ishim dhe të lodhur, siç qellovi. Siç duhet të ishte të lodhur. Dhe Landi që ulet në sedilja mbrapa dhe unë me shoferin, makina unë ishte taksia dhe pa bërë ato metrat e para, shoferi që na pyet me një pyetje provokuese tha Albanikos. Ju njofti? Na njofti. Dhe unë që i them shoferit Oqi. Dhe Landi nga mbrapa që i thoshte bravo se ja dhjeve bukur. Bravo. Mirë më thash, atë porosita që mos fol ti thash unë se jo mirja bere, se e pesi na tha jeni Albanikos. Po ai ja tha shqip. Ai ja tha shqip. Nëse bëri dhe pak metra makina, filloi pyetja e dytë e shoferit. Kseri Eleni ka tha Oqi thash unë. Si tha? Kseri Eleni ka, dini të flisni. Edhe një thuaj greqisht. Kseret e Eleni ka. Do me thonë që ja dini greqisht. A dini greqisht. Edhe unë prap përgjigje në majtë gjusë Oqi thash. Vetëm Oqi dihet, normal. Të lumë të më tha mua prap ja dhjeve. Po Landi thash të lutem mos fol thash se do na bësh në një gjë. Jo, mirja bere, pesi pyeti tha, a dini. Dhe kur makina bënë metrat e tjera, tash e marr fjalën unë dhe pyes unë shoferin. Po, duhet ta pyesi greqisht, patjetër. Parlate bullgarisht burazer. Si edhe je? Parlate bullgarisht burazer, i tha shoferi. Edhe burazer. Edhe burazer. Dhe shoferi që hapi kraun tha të lutem se do më hiqni nga puna, jam nga Korça tha. Një duartogitje e madhe për Roland Trebiskët edhe për Gjevo. Bravo. Nga pallati 176. Ja, kërcitën dhe çokoladat është. Kërcitën dhe çokoladat është. Bravo. Jo kërcitën. Plasën, çokoladat edhe kthej. Ja bëri ka edhe një kështu, ka edhe një murmurim. Kaj të marjan këto djevë të fisit tonë, boj. Kaj budalleja këto djevë. Jo, batuta është ama. Kaj budalleja, po kaj budalleja këto djevë të sojit tonë, mo. Edhe është Korçar, Edhe është Korçar. Mos e harroj, çuna se ju jeni nga Korça, po të lutem. Se kishe provuar në herë anonimet, e provova në unë një herë. A si kisha provuar ndonjëherë këto anonimet? Thash ta provoja edhe unë një herë.